Kjo opozit, e kupton që me këto konsensus e forcon gjithmonë më shumë pushtetin e Ramës? Ore, s'ka rëndësi, këta nuk ka rëndësi, këta kanë pushtet tyren. Që të kuptosh ç'a ndodh sot. Do të vi duke ju dobësu ky pushtet. Këtë rrallë 3%, rrallë tjetër shkoi 3%. Ti ke qenë këtu në fillim viteve 90. Po. Ata profesorët e fillim viteve 90, ja hikan 90-ën. Okej, atëherë po ta them unë, ata profesorët e lodhur të parlamentit parë, ata deputetët e lodhur, ata që kishin rrogat e vogla, rrinin me hotel atje te hotel Arbana, shtëpi me qera, te Drini këtë. Ata rrinin te njerëzit më atje ku ishin hallet. Flinin atje. Ilir Meta është ka dalur urdhër arresti kur ishte 23 vjeç, me shkoi i priu katunarëve skraparit kur çu në revolucion kundër qeverisë Berisha. Atje rrinin ata njerëzit. Ka qenë grupi parë i Partisë Socialiste, ka qenë mbaj mendu kanë qenë figura Mehmet Loci, Ibrahim Baçi, Namik Dokle, njerëz që të rrinë aty me popullin, me njerëzit. Ta e ke gjithë të bloku. Rogneri bloku. Aty e ke, grupe parlamentare, po do të me taku njëri nga këta e ke aty. Po shku na herë muj atje është shumë. Muje. Tash unë kam qenë këtë periudhë në Elbasan, nuk duken deri kur të vinë zgjedhjet e tjera. Nuk i hapin telefonin njerëzve. Dhe mirë bëri që e përmendë Ilir, dhe kur vjen, se tash i kam patë tash, kur vjen fushata, shkojnë e lëpijen, e bëjnë si gjinofqar. Shiko, dhe më e bukur është partitë tona kanë pasur një funksion social. Pa. Njerëzit kishin i hall, shkonin i përgjigjeshin në një spital, i hapnin telefonin gjë. Arsye pse sot këta thonë që jo oligarkia, jo biznesmenët e tjerë. Ta se kuptojnë që kjo oligarkia, këta biznesmenët, këta të fortët në thojza, bëjnë ato që duhet bënte sistemi politik në vend. Pra, me ata njerëzit e varfër në territorë të tjera. Nuk shkohet një herë 4 vjet ose një herë 2 vjet te njerëzit. Pse fitoi Partia Demokratike në Elbasan? Atje në Kavaj. As kishte presion dhe terror politik që në Kavaj. Po për një arsye fare tjetër, sepse në Kavaj kanë kryetarin e bashkisë. Kryetari i bashkisë rri atje, është një djalëri që unë e njoh. Edhe lavdëron shumë. Kishin edhe këtë Hysenin, këtë që fitoi primarit e tjerë. Ata rrin me njerëzit. Po pse fitoi në Fusharrës? Po për një të gjë. Po në Kruj. Po pse fitoi në Kruj? Pra çështja është që ti ke një seri gjërash, cilat duhet të shohësh te vetja.